Dhe që t'jemi sinqert, thash që dhe Fiora më ka vendosur një sfidë, dhe sfida është që tani vjen fjala. Thuhet që e para është fjala, por jo, e para nuk është fjala. E para janë ato që ne dëgjuam, ato që ne ndjem, është muzika, është ritmi, është lëvizja, është trupi, janë gjithë ato ndjesit. Dhe ndërsa kujtoj që do vija këtu dhe thash për çfarë do flas, çfarë do them, dhe bëra një ide mbi çfarë mund të flisja sot. Por kur i pash të gjitha performancat me radhë, atëherë pata një ide për gjithë secilën prej tyre. Kështu që thash, dhe sikur të mos kisha menduar asnjë gjë, unë i pash të gjitha sot. Kështu që e njëjta gjë më bëri të mendoj që ndoshta duhet të pyesim të gjithë se çfarë ka stimuluar. Çfarë ka stimuluar tek gjithë secili nga ne, çfarë emocionesh ka stimuluar ajo që ne ndjem, ajo që ne pam, ajo që ne dëgjuam. Sepse kjo është forca e artit. Nuk e di, a do ta filloj me pyetjet lidhur ose me përgjigjet, apo flasim pak lidhur me pse unë thash që fjala është pak e kufizuar, ose psikoterapia e fjalës mund të jetë pak e kufizuar.